Abdullah ibn Mubarak niset për haxh. Gjatë rrugës atë deven e kishte ngarku me tholla, me pasuri, ka qenë dietar shumë i madh dhe biznesmen i madh. Pra ka pas të ardhura shumë. E kishte ngarku deven se ishte udhimi i gjatë me të gjitha ushqimet dhe me tholla shumë, me lek shumë. Dhe rrugës kur po u afronte afër Mekës për haxhin, kalon për të ndalu për të fleti natë dhe shikon një nënë e cila një shpend të ngordhur e kishte marrë edhe po shkonte. I tha, për çfarë e ke? Tha, me thonë drejtën, kam për familjen, për fëmijët. Tha, po a e pa shumë apo më ngjajti mua që është i ngordhur, pra s'lejohet, po ngordhi diçka, qoftë se ka ngordhur ajo është e palejueshme. Duhet therr ashtu siç është rregulli që të bëhet halal. Tha, jo tha, e dim edhe ne këtë, po unë s'kam asnjë gjë me çatu shjem dhe ka raste që jemi aq të varfër sa ne kur arrisim këtë grad, ne e bëjmë këtë punë. Si tha, ti këtë që është e ngordhur do t'ja përgatisësh familjes edhe do t'i japësh fëmijëve? Tha, po. Tha, aq të varfër jeni? Tha, unë edhe këto shtëpia që i shikon këtu jemi shumë të varfër. E pa deven, e pa ushqimin dhe mendoi çfarë vlere kishte bërë haxhin disa herë. Tha, çfarë vlere ka haxhi im këtë vit, nëse unë vazhdoj haxhin edhe këto vazhdojnë të vujnë nga kjo uri e madhe dhe etje madhe, siç i kishte i zbriti me të holla që kishte mbajti disa sa për të kthyr gjithë ushqimet i Allah, tha shpërndaj dhe atyre shtëpive tjera, edhe tha për këtë vit Abdullah ibn Mubarak nuk ka haxh. Ç'a haxhi? Kur ka nevoja emergjente një familje nuk ka haxh. Nëse haxhin e ke bërë obligimin një herë që është gjatë jetës dhe në mënyrë graduale u kthy. Gjatë kohës që u kthy vazhdoi disa vizita që i kishte rrugës dhe i qelloi që në kohën që u kthy në shtëpinë e tij u kthy dhe haxhit që kishin ardhur nga një njëjti vend. Si me thënë nga një njëjti qytet. E ç'a ndodhi? U taku dhe ato, ja kishin gjë të madhe haxhin normal, se ishte udhim shumë i gjatë, nuk e bëjshin siç ka sot që po të kesh hollat e bën çdo vit, që janë kriju kushtet, s'kishte mundësi kaq shumë dhe haxhi ishte gjë e madhe. Shtylla e pesë e Islamit. Dhe u takun edhe përgëzojshin njëri tjetrin. Zoti tash përblef që të dha durim. Edhe që më ndihmove në filan vend sepse edhe unë isha në vështirësi. Ishte vapë e madhe. Dhe nga çudirat që ndodhte, edhe Abdullah ishte aty, Abdullah ibn Mubarak, dietari i madh i umetit islam. Vetëm kur i kthehet njëri, edhe ty tha Zoti tash shpërblef kur më ndihmove. Kur ishim afër ujit Zemzemit dhe ti më dhe mu prioritet. I pa i kështu tha, më duket se po tallen. Kur të foli i tjetër, të kujtohet minatha Zotit nderof që isha smur erdhe më ndihmove më tek e koka. Allah tha. Po kur fillojnë bëhen më shumë se sa 1-2, atë fillon një lloj vërtetësie. I treti, i katri, i thoshin Zoti tash përblef për këtë të mirë që ke bërë. Edhe për çastin u çudit, u ngre dhe i tha, gjitha këto që tha ty asnjë s'kam bën. Prandaj tha mleni. Dhe vazhdoi dhe iku. Ndargët i fali namazet, fali synetet, fali vitrin edhe shkoi për të fjet. Në gjumë i del në ëndër dhe i engjëll i thot, por atë që e bërë atë vepër të mirë, Zoti i gjithësisë u kënaq shumë dhe e ka çuar në haxh i engjëll për ty që e ka bërë haxhin në emrin tënd. Mos u çudit. Kurani thot i famlart, inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Zoti i botrave është me njerëzit e devotshëm dhe me ato punë mirë. Mbas kësaj, nëse Zoti është me të devotshëm dhe me ato që bën punë të mira, për asnjë gjë mos u çudit më. Se po që i plot fuqishmi me njeriu, gjitha mrekullit ndodhin. Gjitha begatit ndodhin, çdo e mirë i vjen nga të gjitha anët, por siç e tham dhe xhuman që kaloi, i bjen mirësitë, aq sa njeriu mos shkatërrohet, se ka shumë që janë të paudhëzuar që i vijnë mirësitë dhe shkatërrohen nga të gjitha anët, me të gjitha veset, me të gjitha pasionet, me të gjitha epshet e këqija dhe nuk janë më njerëz, nuk i vlen më asnjë gjë nga ajo. Zoti kujdeset. Edhe herë do ta them të fundit, Imamu Shafi'i tha, sikur ta shikojshi se si kujdeset Zoti për jetën e juaj, do t'ju shkatronte zemra, do t'ju çante nga dashuria për madhështinë e tij. Pra kujdeset ai për musliman dhe muslimanet, o Zot na bën një jetë begatshme në këtë botë, na jep xhenetin në botën tjetër. Aqulu ma tasmi'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lis-sa'iril muslimin.